Ai që udhëheq se klinikën e onkologjisë në QKUK, zotri Ilir Kurtish. Kënaqësi me qenë pjesë e misionit dhe me nda disa informacione të cilat janë të vlefshme për qytetarët tanë. Gjyshi më si fëmijë 4-5 vjeçar, ai ka pas dëshirë që unë njëri nga ata të kem, me që se kam qenë nipi më i madh i tij të studioj mjekësinë. Jo vetëm mjekësinë, por në atë kohë unë kam pas pasion dhe kam luajtur futboll. Nuk duhet të frikohemi në asnjë mënyrë të bëjmë mamografi, dhe ne nuk duhet mburremi se nuk kemi qenë asnjëherë te mjeku, se kjo është gabim. Po duhet ta cekim që kanceri i gjirit nuk ka gjini. Në 100 persona femra me kancer është një mashkull. Më mirë të kesh informacione, se ndonjëherë mund të kesh edhe të gabuar, apo më mirë të është mirë të kesh informacione dhe pastaj të marrësh informacionet e duhura. Pacientë tanë, edhe pse janë të sfiduar nga smundja dhe nga tretmani, prapse gjejnë buzëqeshje dhe vazhdojnë jetën duke qenë duke pranuar realitetin dhe duke qenë motiv për tjerët se si duhet vazhdohet.